Martin Lega dhe Aleksandr Frangaj. Po, ajo ka qenë, si thushë, krisja e parë më e madhe, që filloi krisja dhe konflikti I hapur me Saliun për ndërhyrjet në gjyqësor. Unë isha në trupin gjykus dhe ne ju dham pafajsi trupi gjykus, I gjykatës kasacionit, sepse nuk ishte prova dhe në bazë ligjit dhe provën ato nuk mund të dënoheshin. Po? Më merë një nga zyra presidentit dhe më thotë presidenti don të vish. Madje fola dhe me vetë presidentin telefon, po a I tha, Zefra, hajde këtu e pash nga toni që diçka kishte ndodhur. Shkoj të zyra e presidentit, që ishte president. Në atë kohë edhe thotë Zef, pse u dhe pafajsi gazetarëve. Thash, zbatova ligjin. Si drejtësia, du të zbatojmë ligjin dhe provat, thash. U takonte dhe thjesht kam zbatu ligjin. Pse nuk me pyete mu para? Kum tha, pse nuk me pyete mu para, më kujtu ajo që I kisha kërku që para se të pranoja detyrën që të mos ndërhynin në punët e gjyqësorit. I them, zoti president, nëse doni tjeni dhe kryetari I gjykatës kasacionit, ja qelsat, nxora qelsat e zyrës, ja vuna për para, I thash, unë e jap tërheqje. Edhe do t'ilja aty në zyrën në gjitur me aty të shkruja me dorën time, tërheqjen edhe u qova për ti, kur I thash do t'jel tërheqjen për minutash. U quaj si qishte, tutur me në kapës, jo po pritet flasim, nëse u ktheva, edhe për respekt me presidentin, tha shkon zyrë, thash gjo, po të kërkoj për së dyti, unë mund të shkoj në zyrë, po vetëm me kusht që të ndaloni ndërhyrjen në punët e gjyqësorit. Ka vujtur Shqipëria me urdhat e politikës ndaj gjykatave. Ne nuk mund të bëjmë si që ka bërë regjimi I kaluar. Nëse shkova prapë, tërhoqa atë vendimin tim për të ndërheqje. Mbase gjykova është dhe fillimi, mbase do merrte në syrin kombëtar, mund t'i bëja mbase dëm Shqipërisë që ishte në hapat e parë të demokracisë dhe pavarësisë gjyqësorit. Por kuptohet presioni dhe urdha diktatet e ekzekutivit ndaj gjyqësorit kam qenë të vazhdueshme. Do vinte çështja e 5 minoritarëve. Po 6, po 5 ngelen ata. A 5, nëse mbase po se ishin 6 netëm 5, po dhe aty pastaj ishte më rënda? Aty Saliu dhe Shiku dinin që arrestimi I tyre ose dhe dënimi I tyre, ato ishin dënuar në gjykatën e shkallës parë dhe në apel. Po? Dhe kishin bërë ankim në gjykatën e lartë. Dhe u bën një luftë e madhe që të sabotohej gjykimi, presion ndaj gjithë gjyqtarëve. Dhe mos harroni, mbase du ta theksoj, jam I vetmi kryetar gjykate që brenda disa muajsh, nga dhjetori 94 deri shtator 95, jam në parlament 3 herë për heqjen e imunitetit në dhjetor të 98
2004-s, përheqet imunitetit përsëri në mënyrë të befasishme, përsëri në fund janarit të 95-s, fillim shkurt, dhe shkarkimi. Po imuniteti ju hoqëve? Jo. Fitoi vota kundër? Po, fitoi vota kundër, sepse në parlament diskutoj me mheq imunitetin në dhjetor, unë isha nxyrë dhe nuk dija asgjë. Sa po ishim kthy nga Amerika, nga një trajnim që kishim bërë me shumë kolegë të gjykatës kasacionit, kisha bërë takime të sukseshme në Amerikë dhe na ishte premtuar mbështetje e fuqishme për gjyqësorin. Mbase dhe kjo mbështetje e irritoi edhe më shumë Saliun, se Saliu do të gjithë tjerët do të jenë zero para Saliut, dhe në atë kërkesë që ishte për heqje imuniteti, atje diskutojnë parlament dhe unë nuk dija që po bëhej. Biles, po ka histori edhe shkëmbimi që bëra. Kujtoj tani si bën kërkesat për heqje imuniteti në Shqipëri, që ka një procedurë, merr kohën që parlamenti të Nëse ju në atë kohë sumorë fare kjo kohë? Atje po votohej pa më thirr fare mua. Dhe është histori e gjatë, lufta ime, i kërkoja parlamentit, mirë më hiqen imunitetin. I qava letër, do më sapo, sepse 2 deputet që u jam i njohës të PD-s, ndërsa atje diskutoj për imunitetin, me marrin telefon, edhe me thonë, Zef, ku je në zyrë? Po, qa po bën? Ja, po punoj, thash, sa imi kthy dhe nga Amerika. Ore, tha, po, i qetë jeti? I qetë, hashem, pse, po punoj. Ore, ne po, ka disa orë që grindem i këtu me të heq imunitetin, dhe ti zgjën, thash, po hiqen imunitetin e vërtetja, jap unë vetës, ndërsa ju në qoftë se bindeni i hiqeni, nuk e kam problem. Kush ishte ky që u mori? Mos pashëm emrat, ishin 2 miq të PD-s, deputet të PD-s. Dhe pastaj u hoq? Jo, në dhjetor. Jo, dhjetor jo, pastaj jo, u shkarkuat. Pastaj në mënyrë të papritur ishte fut përsëri në fund janarit. Kërkesa për të heq imunitetin. Edhe atëherë nuk kaloi. Nuk di asgjë. Dhe kam një moment që mbase është mirë ta them, me vjen zëdhënësi i gjykatës kasacionit, gazetari i mirënjohur Nduel Azri, që ishte dhe zëdhënës, dhe më sill gazetat, ku në front ishte sot diskuton parlament për të hequr imunitetin Zef Brozit. Unë thash si është e mundur, përsëri në këtë mënyrë, shkoj për të hyrë te parlamenti. Aty te oborri na lën bloku, na lën ushtari. I thotë shoferi jam me kryeitarin. Po thotë ti, po kam urdhër që të mos ju lej. I them, ju e zbatut urdhrin, na ndale. Tani unë kam takim me kryetarin e parlamentit, tu ta takoj. I them, dhe shoferi jep gaz. Shkoj për ty, ne si kryetar, disa herë shkoja dhe në parlament dhe si kryetar për të gjuhë, atje në losh, kur diskutojnë ndonjë ligj që kishte lidhje me gjyqësorin, thjesht për të dëgjuar. Pra, atë ditë, pra kishte fillu debat, diskutimi përsëri me mheq imunitetin, unë doja të hyja atje në sallë sipër për të dëgjuar. Nuk me lanë ato rojet aty brenda, ja, thanë, ne kemi urdhër që
mos lejojnë. Po vinin ambasadorët Gjerman, ambasadori Zviceran dhe të tjerë. Biles ambasadori Gjerman më pa aty, tha, se kishin marrë vesh që po diskutoj. Futi krahun, tha, zoti Brozi, hajde, futemi bashkë. Thënë, po, mu nuk më la. Dhe ai vuri durt në kokë. Tha, si është e mundur. Unë jam shumë i njohur se disa ambasadorë të asaj periudhe që kanë qenë mbështetje shumë dhe do t'u pyes për ata, sidomos për Josef Lek, por momenti ju shkarkuan dhe çfarë ndodhi më pas? Ju dolët nga zyra? Shkarkimi ka ardhur në shtator. Po. Në shtator bilës në shtator të 95-s. Po. Edhe aty Saliu me shumë sa është mjeshtër intrigës dhe pabesisë. Sa ishte kthyer ai nga takimi që kishte pas në Shtëpinë e Bardhë me presidentin Clinton. Po, ishte një deal midis diplomacisë amerikane për rastin tuaj? Po, atë tamam deal e kam mësuar nga libri jot. Unë dija që mbështetjen që qeveria amerikane edhe ambasada për jepte gjyqësorit të Shqipërisë, jo thjesht zefet, se ato mbështesin pavarësinë e gjyqësorit. Po? Dhe tani pse Berisha donte patjetër të më hiqte, nuk arriti të më fusen burg, dhe u jam i njohës deputetëve të gjitha krahëve të asaj periudhe që votuan kundër, sepse kundër heqjes së imunitetit. Po, du ta theksojmë se parlamenti 92-96 ka qenë një parlament me shumë intelektual, që kishin mendimin e tyre të pavarur. Shumë prej tyre kishte edhe nga ato që votonin, dhe rasti tjetër, pra konflikti tjetër ishte për çështjen Nano. Po për çështjen Nano çfarë tha zoti Berisha? Unë nuk kam qenë gjyqtar në shkallë parë në apel për çështjen Nano, por dhe ishte gjyku dhe në gjykatën e kasacionit para se të shkojë unë kryetar. Dhe por në bazë të ligjit asaj kohe një person që mund të ishte gjyku dhe në gjykatë të kasacion kishte drejt të bënte kërkesë për mbrojtje ligjshmërie nëse kishte prova që është shkelur ligji ose që vendimi edhe i gjykatës i kolegjit të gjykatës kasacionit është i pabazuar në ligje prova. Kam pas presione të jashtëzakonshme që unë të mos e bëja kërkesën të mbrojtje të ligjshmërisë. Nga kush i kishin presionet? Dhe nga të gjithë, nga Sala, nga PD-ja, nga Shiku, kërcënime. Po si Shiku, këtë se kemi kuptuar asnjëherë. Si, kush vinte nga Shiku dhe të thoshte ty? Në gjykatën e kasacionit periudhë, Shiku ishte ulur këmbkryq. Vinin dhe unë i njihja disa prej tyre. I njihja, më bëja humor, thosha, qa doni ju të them mund që të justifikoni rogën atje, unë s'kam asgjë të fshehur, i them venimet janë publike, mendimet, qëndrimet e mia janë publike, por nuk ato kuptohet që krijonin edhe ato makinacionet me disa gjyqtarë të tjerë aty në kasacion. Berisha këtë ka pas Berisha, ka përqau çdo institucion, edhe gjykatën e kasacionit e përqau. Ai grup gjyqtarësh që u trëm nga Saliu, bën vasal të Saliu. Po pse padën dhe antarë të gjykatës kasacionit që ishin kundër jush? U manipulun nga Saliu. Po kush ishin këta? Që bën edhe flet trofe, është votuar flet trofeja atyre
turpi i tyre. Se kanë bërë letër kështu publike? Po. Ku e botuan? Në zyrën e Saliut e kanë shkruar dhe ja kanë që. Dhe ku botua kjo, zoti Brozi? Jo, e kam qenë në parlament, nuk e di, po letra ishte periudha luftës, dhe me thënë. Qartë. Ajo fletrofe e gatuar në zyrën e Saliut, por kishin e emra disa gjyqtarë. Kush ishin ata, mund t'i thuash? Nuk do i themi, ato pastaj, pasi jam shkaku unë morën detyra, u bën drejtues të gjykatës. Edhe drejtues gjykatë? Po, edhe në gjykatë kushtetuese, morën poste, se këte kishte Berisha, mjafton të bëj korupcion sa të duash, po zbatove çfarë të thot ai i shpërblente dhe me poste. Okej, dhe ju, zoti Brozi, u shkarkuat? Aje sabotoj, gjyqi i Nanës u sabotuar. Ashtë historie gjatë. Unë personalisht isha në një pozitë edhe të vështirë për kërkesën për mbrojtje ligjshmërisë të Nanës. Sepse unë kam qenë deputet dhe kryetari i Komisionit të Ligjeve kur kena votu për heqjen e imunitetit Nanës. Ti ke votuar për heqjen e imunitetit? Po, kam votu dhe mendoja që ne du t'i japim drejtësisë hapësirën që të hetoj këdo që akuzot për korupcion. Po kur pa dosjen, ishte me faj Nano apo jo? Dhe po pikrisht, u studiu dosja bashkë me këshilltarët ligjor që kisha dhe kishte shkelje flagrante edhe procedurale. Por, dhe synimi, pra atë që doja të bëj unë që të rigjikoj çështja e Nanës në gjithë gjyqtarët e gjykatës së kasacionit. Dhe pastaj vendimi do ishte si do vendoste gjithë trupa bashkuar gjyqtarë. Po ju vetë U sabotu gjyqi, nuk u bën dot. Okej, ju vetë kishit një bindje, ishte Nano i fajshëm apo jo? Po jo. Kishte dy akuza Nano. Një për shpërdorim detyre dhe një për vjedhjet pasurisë në dobi të tredhe. Kjo për të favor të tredhe nuk provojnë dhe ta themi dhe pak me gjuhë. Po Nana do vite për vete, jo që të përfitonin tjerët. Po t'ishte. Shumë e bukur kjo. Pra, ishte kjo kërkes për mbrojtje ligjshmërie që bëra, ishte gjyqi i minoritarëve, ishte lirimi i gazetarëve, ishin dhe gjyqet disa çështje tjera, ishte dhe një çështje kryeziu që ishte skandali i çfarë makinacionesh po bën të shiku kundër qytetarëve, kundër atyre që mendonin që nuk mbështesin Saliun 100%. Ose edhe atyre që po ndihmonin luftën çlirimtare të Kosovës, që kishte fillu mbase ato si thush nismat që në ato vite, unë nuk dija e ke fjallën për Remzi Hoxhën për atë rast? Jo, është një çështje kryziu. Kryziu ishte para saj, po, ishte para saj. Në këto, do të thënë, ju jeni shprehur disa herë që jeta juaj ishte në rrezik. Mund ta tregoni atë momentin kur ju jeni vërtet keni qenë në rrezik? Jo, unë pra me 21 shtator të 95-ës, unë kam qenë zyrë, duke punu masdite, ishte ora pra rreth orës 7 sa të darkës, isha në zyrë. Dhe me vinë 2 deputet, Ndre Legisi dhe Pandeli Majko. Të PS-s? Po, dhe i kisha miqë, se unë kam qenë, unë kam pas miqë nga gjitha anë, do me thënë, nuk isha
militanti partjak.